Në të dyja këto raste dhe në rastet të mëparshme, ne si banor nuk kemi marrë dëshpërblimet që na takojnë. Kjo pavarësisht aplikimeve dhe procedurave ligjore që kemi ndjekur për këtë problematikë. Pavarësisht denoncimeve të përsëritura dhe kërkesave tona publike, deri më sot nuk kemi parë asnjë ndërhyrje konkrete dhe efektive nga institucionet përgjegjëse për të zgjidhur këtë situatë emergjente. Për këtë arsye kërkojmë sa më poshtë: 1. Ndërhyrje të menjëhershme pa pastrimin e kanaleve dhe kolektorëve të ujrave. 2. Hartimin dhe zbatimin e një plani afatgjat për sistemimin e kanalizimeve për fshirë ujrat e bardha dhe zeza, si dhe mirëmbajtjen periodike të tyre për të parandaluar përmbytjet në të ardhmen. 3. Të afrohet mbështetje financiare dhe materiale për familjet dhe bizneset që kanë pësuar dame, përmes fondeve emergjente të bashkisë apo institucioneve të tjera shtetërore. Ky problem përbën një kërcënim drejt për drejt për jetesën tonë, shëndetin dhe drejtat themelore të qytetarëve dhe kërkon veprim të menjëhershëm institucional. Jemi para stinës së dimrit. Çfarë kërkoni konkretisht nga pushteti vendor? Kërkojmë pastrimin her territorit komplet në sipërfaqe. 1. Kërkojmë lëvizjen e ujnave të zeza edhe të bardha, përgatitjen që mos bëhet më kjo që ka bë. Gjithë të dëmtime që janë bën këtu, e përmbytje, s'ka bën vaki. E dyta herë. Ne nuk na myt natyra, na myt bashkia. U bë që treta herë po myt me brenda vitit. E treta herë bashkia, nuk ka se bie shiu, nuk ka shi i madh. Pra pushon shiu në orën 8, në orën 11:30 mytemi. Nuk punoj të dorvar. Kam 22 vjet që jetoj në këtë zonë. Sa herë që bie shi, ne flim me ëndra. Brenda këtij viti i mbyty 2 herë. Bashkia dhe qeveria do të japi një zgjidhje. Na premtuan për të shëndëtuar, nuk na shëndëtuan. Vetëm bëj letra kotë, bën procedurë të prapë. Duhet një zgjidhje se neve jemi në mjerim. Na shkon shtëpia, edhe orën ditë të tëra na shkon kot. Po këta përmbytjet nuk është hera parë këtu se është bën vij kjo punë. Po na parashi ne po na merrua lig me gjitha atributet që janë mundësit për me na nxjerr prej situatave. Këtu nuk shohim asnjë gjë për këtyne. Këtu vetëm shërtojnë zi e ma zi çdo ditë. Zgjidhja do të jetë një projekt, do thënë afatgjat, sepse ne ja për shembull jam këtu që nga 94. Fillimisht nuk ka patur përmbytje. Përmbytjet kanë ardhur këto kohët e fundit, veçanërisht këto 4-5 vitet e fundit. Mbase mund të jenë të lidhura edhe me turbinat, sepse 2-3 raste kam shkuar, unë për shembull majmen edhe vite përpara, si të shqetësuar, i kemi gjetur jashtë funksionit. Kemi gjetur duke qujtur peshk në një kohë që ne vunim këtu në ujë, që ishin të mbyllura për hidrovorët. Pra do thënë, unë e di që ato nuk funksionojnë. Ka problem fare? Faleminderit. Ato që kemi gjetur, që ka dhe një që janë larguar para, që kemi të